Nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh. Kushdo që i prek, duhet ta mbyll atë dreq goje. Të krijoj mundësit për paga më të mira, pse bën këtë gjë, pse bën këtë shenjë, është njësoj sikur po më ngacmoni. Në mëngjes, kur dalim nga hoteli, dëgjoj Edi Rama nga lartë, dhe në fakt Kroat Britanike po përpiqeshin të më mbronin, sepse kishte disa shqiptar në skel, po punonin, po ndreshnin ndërtesën a diçka tjetër, i thash mos u shqetëso se janë miq. Në fakt, ambasadori ju ka ardhur me skap dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Mos i përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse jam shqiptar. Minister, nuk kam ardhur këtu me skaf, jam me bursën Chevening. Unë jam studiues politik dhe jam shumë e kënaqur që gjendem këtu dhe të dëgjoj kryeministrin të flas se sa shumë e gatshme është Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe mbi 90% janë pro. Megjithatë ka një problem që pjesa e madhe të rinjve jetojnë në vend, 10% duan të bëhen pjesë e BE-s, por ndërkohë largohen dhe nga vendi një pjesë e madhe. Çfarë nuk kupton kjo? Ky është problem jo vetëm për vendin tonë, por është një problem edhe për rajonin. Nuk e shoh faktin që ju keni ardhur këtu për të ndjekur rrugën tuaj, për të bërë më i mirë, fal një procesi arsimor që ky vend mund t'ju ofroj si humbje për vendin ton. Është përfitim për vendin ton. Ne nuk jetojmë më në një kohë kur gjërat janë të ndara kaq qartë. Ka shumë herë më tepër ndërlidhje, ka shumë herë më tepër lëvizje. Dhe kjo është një lëvizje që është shumë herë më e dukshme edhe brenda vendeve të mëdha, edhe brenda Britanisë ka qytete të vogla, ish qendra industriale apo prodhimi që praktikisht janë braktisur nga të rinj, të cilët kërkojnë të vinë në Londër, të vinë tani, të marrin gjithçka tani, pra është ambicie. Sigurisht, nuk ka një çelës magjik për ta kthyer mbrapsht situatën, e nuk ka një shkop magjik për ta bërë Shqipërinë një vend ku mund të gjesh të njëjtat mundësi që gjen në Londër, në Berlin, në Paris apo diku tjetër. Është proces, është një trajektore që e kanë përshkuar shumë vende, na duhet edhe ne ta përshkojmë. Dhe sigurisht, përmirësohemi, ka më shumë njerëz që kthehen sot se sa 5 vjet më parë. Po sërish, ka më shumë edhe njerëz që largohen se sa ata që kthehen, edhe kjo është e vërtet. Në këtë kuptim, besoj që duhet vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë, të përmirësojmë cilësinë e jetës në vend. Pyetja e fundit që i shkrin pyetjet në internet. Dua të them edhe një gjë tjetër. Ai nuk ka ardhur me skap, po ambasadori ka ardhur kështu. Në fakt, ambasadori ka ardhur me skap dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Pra, varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra, ambicie dhe që kanë dashur të luftojnë dhe që i bëjnë nder shoqërisë britanike. Nuk e di Andi në qoftë se ka ardhur me vark apo me vizë, po nuk ka rëndësi. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojen, ta mbyllin atë dreq goje, e të mos i përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, njerëzit të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që i prek duhet ta mbyll atë dreq goje. Përveç me jesë, duhet të them diçka, po s'po i prek.
Pyetja më e dukshme është, a ka një alternativë për kundrejt Bashkimit Evropian? Natyrisht, administrata e Shtetit Bashkuara të Amerikës aktualisht është mjaft armiqësore me BE-n. A ju duket kryeministër se ju duhet të zgjidhni ka një alternativë kundrejt Bashkimit Evropian, në qoftë se ka një alternativë kundrejt lirisë së lëvizjes, kundrejt të drejtave të njerëzit, kundrejt shtetit së drejtës. Më gjeni një alternativë për kundrejt tyre tre gjërave dhe mund t'ju them që ka një alternativë për kundrejt Bashkimit Evropian. Të gjithë ata që duan liri, të gjitha lirit, përfshi lirinë e lëvizjes, të gjithë ata që duan që të drejtat e njeriut të jenë të padiskutueshme për herë, të gjithë ata që duan që shteti së drejtës të jetë gjithmonë i paprekshëm, ka vetëm një alternativë: Bashkimin Evropian. Mirë, deri sa Mbretëria e Bashkuar do të na e vërtetoj që e kemi gabim, por për momentin, po na e vërteton që kemi më shumë se të drejtë. Po kemi edhe samitin e procesit Berlinit për këtë dhe jam e sigurt që të vazhdoni këtë diskutim atje. E shihni, procesi i Berlinit është bërë për t'i shtyr vendet përpara drejt BE-s, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar ka mungull ta organizojë procesin e Berlinit këtu sepse i ka marrë malli për Bashkimin Evropian, ju mungojnë Bashkimi Evropian. Kanë këtë dhimbje që nuk duan të thonë. Ne nuk e kemi lënë Europën dhe as nuk kemi lënë Ballkanin Perëndimor. Në momentin që keni votuar për t'u larguar, atëherë më thoni se çfarë ka mbetur. Keni votuar për t'u larguar. Ne nuk do t'ju japim vendin tonë. Do të gjeni vend tjetër. Europa është një paciente me 27 doktor, ishin 28, po njëri prej doktorëve u çmend dhe ju desh të shkonte të merrte një tjetër kur, ndërkohë që 27 të tjerët ranë dakord më vonë, e duhet bini dakord 100% dhe në fakt për 3 herë me radhë kishim pak nga këta doktor që nuk ishin dakord, nuk na lanë që të ndërmerrnim hapat e mëtejshëm. Qysh prej agresionit kundër Ukrainës, fal Vladimir Putinit, Europa u zgjua me zhurmë. Dhe jo vetëm po thot se sa e rëndësishme është geopolitikisht për ta marrë Ballkanin Perëndimor brenda, por po bën edhe më të mirën të mundshme për ta shpejtuar një gjë të tillë. E ballkanizimi i politikës franceze, e politikave tjera, është tashmë një fakt. Është një ballkanizim kaq i madh e i thellë sa që na duket vetja si të rriturit në dhomë kur shohim se si të tjerët grinden me njëri tjetrin dhe si kanë pikpamje të ndryshme edhe për varka, disa i quajnë varkat vogla, disa i quajnë varkat ndarjes. Dhe madje ju pyesin pse u shkëputët nga Europa, donit më shumë barka, keni më pak barka, donit më shumë investime, keni më pak investime. U larguat sepse donit ishit më të lundur, tani jeni më të depresionuar. Kështu që mirë se erdhët në klubin e Ballkanit. Është e vështirë që të bësh biseda pikante. Edhe rreziku për të qenë i mërzitshëm është shumë i madh. Rreziku që t'i bëjmë të gjithë këta të rinj të mendojnë që po humbasin kohën me ne duke dëgjuar të gjithë lavdet tona, kur dikush që quhej Suela Braverman, Suela, një tjetër qeveri, kur ajo piketoi shqiptarët, e me qëra fjala ku është ajo? Jo, thjesht mbaje mend që mos u merr me shqiptarët, sepse nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh. Dhe unë erdha këtu sepse mu kërkua të vija nga miq mjaft të mirë të Shqipërisë këtu dhe e ndjeva të vija që ta gjeja, por gjeta gazetarë që flisnin për të. Midis gjërave më të çmendura, qesharake edhe krejt të pasgjuara, ajo që u quajt referendumi i largimit, dhe mbaj mend që atëherë ka pasur një poster
me një zog të çuditshëm, të frikshëm, që vinte nga Shqipëria për t'i thithur gjakun Britanisë. Premtimi ishte largohuni nga Europa dhe ata s'do të vinë më. Pa gjeni. U larguan nga Europa dhe Shqipëria është bërë një temë edhe më e madhe. Sepse unë besoj që problemi nuk janë shqiptarët, apo të huajt, apo migrantët. Problemi është ku të gjejmë kokën e Turkut për këtë vendim katastrofik të largimit nga Europa, sepse është katastrofik. Kështu që unë nuk ndihem i frustruar apo i dëshpëruar, jo. Mua më vjen keq, më vjen shumë keq. Unë mbrita, shkoj në hotel, gjë e parë që shoh është një njerëz që vjen drejt meje dhe një roj britanike që përpiqej të më mbronte dhe më thot në shqip: "Mirë se erdhe." I thash rojës: "S'ka problem, është mik." Dhe ishte kamerier. Më pas, në mëngjes, kur dalim nga hoteli, dëgjoj Edi Rama nga lartë, dhe në fakt rojet britanike po përpiqeshin të më mbronin, sepse kishte disa shqiptar në skel, po punonin, po ndreshnin ndërtesën e diçka tjetër, i thash mos u shqetëso se janë miq. Pastaj shkojmë në dhomën e komuneve, pra dikush me uniformë më thot: "Mirë se erdhët, kryeministër." Po 40% e popullsisë tuaj është jashtë Shqipërisë. Jo, pyetja ime ishte: në qoftë se i nxjerr nga vendi këta, kush do t'i bëj këto punë? Kush janë ata të rinj që do të hypin në skel, mbi ndërtesë e do të bërtasin këtu? Cilat janë ata britanik që do të binë, punojnë si kamarier, të thonë mirë se erdhe, zoti kryeministër? Kush janë ata britanik që do të binë të kujdesen për kopshtet tuaja kaq të bukura? Unë besoj që edhe migracioni është tërësisht një kokë turku, nuk është migracioni problemi. Sigurisht, brenda kësaj çështjeje është problemi i paligjshmërisë, i migrantët pa rregullt, dhe unë nuk them që kjo është gabim. Por e dini, ishte më përpara ishte do ta lëm, e pastaj tani na thoni na lini. Jo ju, sepse ju jeni braziliane, jo jam angleze dhe holandeze. Po pse e ke këtë emër latin? Pse keni emër latin? Jam martuar me një portugez, arsimuar në Francë, është me fat, pas ke qenë me fat që si e martuar me një britanik. Dua t'i jap mundësi ministrit që të përgjigjet. Edi flet për vete, por kur vjen fjala për pjesën e luftës kundër migracionit pa rregullt të paligjshëm, kjo është një histori e mirëfill suksesi bashkëpunimi midis Mbretërisë Bashkuar dhe Shqipërisë për uljen e njerëzve që vinë me bark. Dhe në fakt është një sukses i përbashkët, po kështu midis Mbretërisë Bashkuar dhe BE-s për këtë gjë, ka një ulje prej 70% të atyre që kalojnë nëpërmjet korridoreve të Bashkimit Evropian në Mbretërinë e Bashkuar. Kemi marrëveshje me shumicën e vendeve dhe kjo do të jetë e rëndësishme të përmendet në summit. Pra puna, Mbretëria e Bashkuar po e bën punën, Frontexi po e bën punën, dhe kjo është arsyeja përse kemi një bashkëpunim të ri BE Mbretëria e Bashkuar dhe kemi kthyer një faqe të re me këtë qeveri që me marrëveshjen e bashkëpunimit për sigurinë kemi edhe pjesën e migracionit, gjithashtu edhe kemi edhe një bashkëpunim shumë të mirë me Ballkanin Perëndimor. Ka një histori pozitive për t'u treguar këtu, e që mund të pritet edhe me udhëheqësit që janë këtu.